kontroll, inspektim. Këto fjalit mua më japin, do të thoya nga ana ligjore, një pasiguri. Pra, në një farë mënyre, futesh edhe tek të dhënat personale ose të privatësia e tjetrit, kur një person profesionist insiston që të marrë një material të tillë. Nga pikpamja e parë, jemi në një shkelje, por nuk e dim a jemi në një shkelje administrative, apo jemi në një shkelje penale. Pastaj, kush është autoriteti që licenson këtë pajisje apo këto pajisje? Këtë sistem. Pra, këtë sistem. Ky sistem, kur futet në Republikën e Shqipërisë, nga kush kontrollohet? Janë autoritetet, për shembull, AKEP dhe këto institucione të cilët janë autoritetet të cilët bëjnë kontrollin? Po. Në rast se këta bëjnë kontrollin, ky kontroll e kupton qartësi që kemi të bëjmë me inspektim apo me ndihmë ose mbështetje të veprimtarisë të teknologjisë për të arritur atë, siç themi ne, shkëmbimin e mesazheve dhe pa vajtur tek identifikimi i personit. Dhe këtë gjë e ka normuar ligjin. Pra, ligjvënësi e ka normuar në 2003, që i ka dhënë autoritet kryeprokurorit të përgjithshëm, i cili ka në varësi dhënien e autorizimit për të bërë një përgjim, po i cili mund të mos jetë për një person. Po flasim për përgjimet e komunikimeve elektronike, se është specifikuar në ligj. Elektronike përfshi gjithçka që ka të bëjë me email, me çfarëdo lloj komunikimi tjetër.